Si të shtrojmë në tepsi qumështorin, heja njerëz të bukërsini si po kaloni. Tani, motra po bën qumështor të embël. Kremin e bëri, ua tregova te video e parë, nëse se keni parë, ta shikoni. Edhe tani aty po hap petët, që duhet të shtrohen në fund të tepsisë, se po e bën me petë, kuptohet. Do bëj 4-5 petë për në fund të tepsisë. Edhe duhen një nga një me radhë, petët, kuptohet. Tani kuptohet për ata që din të bëjnë petë, se unë nuk di të bëj petë, po s'ka gjë, bën motra ime edhe ua tregoj se si bëhen. Pasi ka shtruar të gjitha petët që thoni, hedh kremin që ka përgatitur. Tani petët duhen mbyllur një nga një. Pse një nga një dhe jo të gjitha bashkë? Se midis petëve duhet të hedhi vaj, që të mos ngjiten petët me njëra tjetrën, që të dalin më të shkrifta, edhe që të mos dalin ashtu si llaç. Kuptova tani se ç'dua të them, po. Që kështu do një çik punë që të bëhet, por përfundimi del i shkëlqyeshëm. Kështu është me radhë gjithë puna dhe do t'ju tregoj në videon tjetër përfundimin.